Biznesmeni I njohur Bexhet Pacolli u paraqit sot në prokurorinë e Tiranës, ku qëndroi rreth 3 orë. Pas daljes, Pacolli bëri me dije për mediat se është thirrur si person që ka informacion mbi çështjen e aeroportit të Vlorës dhe në përgjigje të kallëzimit të bërë nga shtetasi Valon Ademi. Isha për të dhënë dëshmi përgjigjen penale që ne kemi parashtruar si personi I informuar që të tregoj kronologjinë e çështjes. Pala tjetër ka bërë kallëzim. Ne jemi përgjigjur. Unë isha praktikisht si personi informuar për të dhënë informacione, u shpreh Pacolli. Biznesmeni hodhi poshtë çdo aludim se qeveria shqiptare ka lidhje me këtë çështje. S'ka qeveria këtu asgjë. Është e padrejtë të përmendet dikush nga qeveria, deklaroi Pacolli. Po cili është thelbi I konfliktit me Valon Ademin? E kam lënë në duart e gjykatës. Besoj shumë në drejtësi dhe në vendimet gjyqësore, u përgjigj Pacolli për gazetarët. Pacolli është kallëzuar nga ortaku I tij Valon Ademi, ndërsa vetë biznesmeni Pacolli kallëzoi Valon Lukën, noteren Valbona Selimi dhe aksionerin Valon Ademi. Aktualisht prokuroria e Tiranës po heton kallëzimet e bëra nga biznesmeni Pacolli dhe biznesmeni ortak I tij Valon Ademi në lidhje me kuotat takuese në aeroportin e Vlorës.